me kolegun Arsen Rusta. Arsen, përshëndes. Përshëndetje, Aida, në fakt orët e parë të mëngjesit të kësaj të hënë të martën djes, policia e kryeqytetit së bashku me krimin ekonomik, por edhe me prokurorin e Tiranës, ka përfunduar një prej aksioneve i cili prej disa muajsh ishte në hetim. Në mënyrë korrekte nuk do duhet të ishin fare, por nuk përjashtohet mundësia një dekonspirimi apo bashkëpunimi. Gjithsesi janë 9 masa sigurie tashmë të ekzekutuara me tyre të miratuar dhe nga gjykata. Eduard Dalla është një prej shtetasve të dyshuar, Mateo Hoxha, Tedi Agastra, Ledio Toçi, Joel Mekolli, Marcel Lami, Gjoni Hitaj. Për këta shtetas është masa e sigurisë arrest në Qeli ose arrest në Burg, ndërsa Aida Vogli dhe Ledion Cenaj është masa e sigurisë ndalimi daljes jashtë shtetit duke i bllokuar pasaportën. Në një skemë me call centra në distancë me njëri tjetrin, por që bashkëvepronin dy prej tyre në zonën e liçenit të That ose Kofshit Zoologjik dhe njëra prej tyre tek ish ambasada turke në rrugën e Kavajës, aty ku prej disa kohësh tashmë është ndërtuar dhe një, nëse mund të themi, kull apo njësi tregtare. Kontrollet në kushte e flagrancës kanë sekuestruar me qindër pajisje elektronike, kompjutere, laptop, printere, USB, por edhe hard disk, të cilat dyshohet se ishin pjesë e këtij aktiviteti të kamufluar për bursat ilegale dhe mashtrimin me pasoja të rënda ndaj qytetarëve europian, austriak, gjerman, por jo vetëm. Kanë qenë informacione të ardhura nga denoncimet e shtetasve europian që kanë vënë në lëvizje Prokurorin e Krimit Ekonomik të Tiranës, por nga ana tjetër ka pasur gjithmonë edhe një pikë pyetje të madhe. Kush i lejon këto call center? Si është e mundur që policia nuk ka informacion? Ndoshta ndërrimi i drejtuesve, siç është rasti ndërrimit të kryepolicit apo një plan ku sado që mund të jenë të përfshirë nuk mundet mund t'i ndihmojnë për shkak se edhe alarmi i partnerëve ndërkombëtar është i madh, ka sjellë në sekuestrimin e plot 800.000 euro para kesh në këto ambiente. E nga ana tjetër dhe pse ende pa përfunduar si një ekspertizë, dyshimi është se kemi të bëjmë me një mashtrim që është shtrirë në kohë edhe në vite në një vlerë totale prej 50 milion euro. Por të kuptuar, 50 milion euro asnjë investitor, asnjë shtetas europian nuk i ka investuar ai vetëm, por janë me qindra e më mira duke investuar nga 50, 100, 200 deri në 300 euro duke u mashtruar si investim në flori, në hidrokarbure, në metale të çmuara, pra nëpërmjet shitjeve të rreme. Këto call center janë goditur, nuk janë të vetmet, vijon të ketë ende aktiv, por nga ana tjetër ky hetim tregon që jo vetëm SPAK, siç ndodhi disa muaj më parë ku në dy prej kullave në kryeqytet u bastisën zyrat dhe u gjetën njësi të cilat ishin përdorur për këtë aktivitet të mashtrimeve pasore të mëdha, por edhe pse u godit arriti që brenda pak orëve të nisë rindërtimi i call centerit në një tjetër kull. Kemi Prokurorinë e Tiranës, e cila ka mundur të bëjë këtë goditje. Pra, nuk ka rëndësi nëse është SPAK apo BKH, e rëndësishme është nëse ka vullnet, nëse ka dëshirë për të respektuar ligjin dhe për të mbrojtur interesa jo vetëm shtetasve europian, por edhe të ekonomisë shqiptare, pasi imagjinoni pak 800.000 euro janë gjetur kesh në një zyrë të këtyre shtetasve dhe ato do të futeshin në ekonomi duke deformuar jo vetëm kursin e këmbimit, por nga ana tjetër duke deformuar edhe ekonominë e cila apo të ardhurat e punës, shkak pamundson shtetasve shqiptar të cilët në mënyrë të lishme punojnë dhe presin të jetojnë nëpërmjet rrogës mujore, kthehen në çmimet pa përballueshme për të qoftë konsumin, qoftë edhe për tregun imobiliar. Po Aida. Ndërkohë emrat që përmende që janë me strisha tani, janë emra të njohur, të skeduar, të thonë diçka? Në fakt bëhet fjalë për emra të cilët nuk është se nuk kanë një background. Joy Hitaj për shembull është arrestuar disa vite më parë, përgatësisht në 1995 me akuzën e vrasjes me dashje të mbetur në tentativë, po ashtu kemi edhe shtetas të tjerë të cilët kanë qenë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal. Janë persona që kanë precedent, kemi po ashtu edhe të përfshirë në botën e call centerave, nuk është se nuk kanë qenë edhe më herët, po kanë mundur të fitojnë lirinë qoftë edhe me kusht, për çka kanë vijuar sërish të njëjtin aktivitet. Për të kuptuar se ndoshta është një fjalë e madhe, mjafton
një lidhje interneti, një kompjuter dhe një sistem operimi për të ndërtuar një call center, por përfshira edhe stafit, mbi 60 veta janë gjetur nga policia e prokuroria në ushtrim të këtij aktiviteti, të gjitha ata janë nështruar marrjes në pyetje, dhënies së deklarimeve. Punësimi i tyre vijon me rroga mjaft joshse dhe të mjaft të larta në krahasim me tregun, nga 1.500 deri në 3.000 euro rroga mujore, çka ka bërë që edhe të rinjtë të jenë të fokusuar në këtë aktivitet, edhe duke ditur që është i jashtëligjshëm, mjafton ajo pagesë që marrin për të mbajtur në këmbë këtë sistem. Është në fakt edhe si një krahasim, nëse flasim shpesh për botën e narkotrafikut, bota e call centerave në këtë thuajse tashmë një dekadë në kryeqytet e në tregun shqiptar ka sjellur të ardhura që ka ndikuar jo pak duke deformuar edhe ekonominë, janë të ardhura të cilat minimalisht në muaj llogaritën nga 250 deri në 500.000 euro fitim, duke hequr të gjitha shpenzimet që kryen për blerjen e pajisjeve, mbajtjen e stafit, apo qoftë edhe për një siguri, se siguria e tyre është mjaft e lartë, kontrollojnë edhe vetë stafin për mos të pasur asnjë dekonspirim ose rrjedhje të informacionit se çfarë aktivitetit paligjshëm bëjnë. Për shembull, referuar hetimit të bërë nga Spake BKH me partnerit italian, ato pamje të filmuara nga lejene tregonin që edhe kamerat e telefonit stafit mbuloheshin për mos patur mundësi të bëjnë asnjë video regjistrim apo shkrepje foto të ambienteve të brendshme. Po ide. Kuptoj. Ndërkohë se në rreshta më thej që me ndryshimet në radhët e policisë, duket se të paktën këto parajsa që kanë lullzuar, sepse parajsa mund quhen përderisa kanë gjeneruar kaq shumë para, po tregon ose ka element të një vullneti që pra nuk do të jenë më jetë gjatë si rastet konkrete. Se po të shikosh këtu, përveç se kemi persona që ju përmendët që janë me precedent më parashëm penal, por edhe vendi se ku kanë vendosur që ta kryejnë pikërisht aktivitet dhe duken ekspozuar si një vend problematik në raport me Shtetasit e Bashkimit Evropian, është pra zona e liçenit dhe tek rruga e Kavajës. Dhe dyshohet se aty punësoheshin rreth 300 veta, apo jo? Në fakt është një numër i lartë i stafit të rekrutuar nga këto aktivitete, por pa dashur të paragjykojmë, do duhet presim, ndoshta është mënyra e kalimit të stafetës nga një lidhje me policinë tek tjetra, ndoshta është një vendim dhe një vullnet për ta goditur këtë aktivitet paligjshëm, ose ndoshta është mosgjetja e koordinatorit apo ndërmjetësit për të paguar këstin e radhës, pasi shpeshherë është folur që aktiviteti call center minimalisht paguan nga 100 deri në 200.000 euro si taks të fshetë ndaj efektive të policisë apo zyrtarëve për të mbajtur këtë aktivitet në këmbë, pasi është thuajse e pamundur mos të lokalizohet ose mos të kuptohet nga policia sado që mund të jetë një nip i lishëm për një aktivitet të call centeri të telemarketingut, nga ana tjetër numri i lartë i hyrje daljeve në pallate, në kulla, në ambiente ku shpeshherë kamuflohen edhe brenda objekteve të banimit, aty me fqinj dhe me banorë të tjerë. Imagjinoni pak në një kat ku hyn e dalin qoftë me orare të përcaktuara, minimalisht 20, 30, 50 ose 60 vet. Sot është e vështirë që edhe çdo ndërmarrje të ketë kaq shumë staf e jo më një veprimtari e paligjshme siç është ajo e call centerit. Ndërkohë, prokuroria e posaçme, ndryshojmë pak edhe temën, po heton komunikimet me Sergys Agasit dhe Alqi Bllakos, ku, siç duket, kanë nxjerrë në pa përfshirjen e ish-deputetit në përdorimin e dhunës psikologjike, fizike, rrëmbim personave. Kur pritet të merret në pyetje për çështjen e Akshi zoti Bllako, i cili sigurisht tashmë gëzon lirin pas dënimit nga gjykata për inceneratorin Elbasanit? Për qenë korrekt, është vendimi i masave të sigurisë ku përmendet emri ish deputetit, aso kohë ish sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Mjedisit, por ish pjesëtar i administratës publike shqiptare, zoti Alqi Bllako, i cili vite më vonë mori mandatin e deputetit, të cilin tashmë nuk e gëzon më. Përmendet jo në një komunikim të drejtë për drejtë të zotit Agasi me Alqi Bllakon, por përmendet nëpërmjet një komunikimi të zotit Agasi me të tjerë persona, aty ku flitet se siç kemi bërë duke ndikuar tek
aso kohë, apo për të vënë presion, apo për të bërë një punësim, apo për ndikuar në marrjen e një prokurimi, apo tenderi publik me Damian Gjiknurin dhe Alqi Bllakon, kështu do t'ja bëjmë edhe Geron Meçës. Pikërisht është ky moment që ka bindur SPAK që në këtë fazë ku ndodhen hetimet të cilat kanë avancuar, edhe me hetimet pasurore, edhe me deklarimet, marrjen në pyetje, ballafaqimet, kontrollet edhe le të themi verifikime çdo dokumentacioni të gjetur në ambiente të ndryshme, e po ashtu edhe me bashkimin e procedimit penal, pasi kemi një tjetër zhvillim, e kemi raportuar edhe më herët, por tashmë është edhe zyrtare ku procedimi penal për zhdukjen e një sasie të konsiderueshme malli akcize, siç ishte vera e gjetur në ambientet e biznesit ose të banesës së zotit Agasit, u zhduk edhe pse ishte lokalizuar nga BKH dhe policia. Ky procedim nga Prokuroria e Tiranës ka ardhur në SPAK, ka nxjerrë edhe elementin e nevojshëm për të pyetur zotin Bllako si person që mund të ketë dieni për atë veprimtari të palishme që ka ndodhur vite më parë. A është parashkruar, a është ende një vepër penale? Këtë do ta kuptojmë në momentin e marrjes së deklarimit të zotit Bllako, i cili ende nuk ka marrë një fletëthirrje, por gjithsesi ai është i pranishëm pranë gjykatës së posaçme. Vetëm javën e shkuar ai bëri një kërkesë për të shtyrë seancën ku prokuroria ka kërkuar rikthimin e tij në qelim, argumentin se nuk ndjehej mirë, dhe në ditët në vijim do të kemi sërish në gjykatën e apelit të zotin Alqi Bllako përballë SPAK, aty ku kërkohet rikthimi i tij në qeli për incenatorin apo për dosjet e incenatorit, pasi është përfshirë seancat e Elbasanit e të tjerit, por gjithashtu edhe të Tiranës. Pra, roli i Bllakos, kush është përmendur si person që ka dieni, flitet drejt për së drejti me Bllakon, dhe kur nga hetimet që kanë bënë me telefonat, me aparatët, pra ose me sendet, kanë dalë këto prova, Arsen, sepse kemi patur pra disa zhvillime që na kanë çuar pikërisht tek dosja Akshit. Zoti Bllako nuk lidhet drejt për së drejti me dosjen e Akshi, por lidhet me një veprim i cili ka të bëjë me santazhe, kërcënim, siç ka ndodhur me Geron Meçën në dosjen e Akshi, ka ndodhur disa kohë më parë, duke përmendur edhe emrin e zotit Bllako, e pikërisht në këtë moment për të krahasuar këto dy veprimtari kriminale, është SPAK dhe BKH ka vendosur të marrë edhe deklarimet e zotit Bllako, personët dieni për çfarë ka ndodhur vite më parë, jo se lidhet me dosjen Akshi, lidhet me të shkuarën me veprimet të kryera në Ministrinë e Mjedisit, aso kohë drejtuar nga ish-ministri Lefter Koka. E kuptoj. Pra, komunikimet që ka patur me Ergjys Agasin, ndërkohë në modelin e pam tek dosja Akshi. Gjithsesi, pra, kur flasim modelin shantazhi, kërcënimi e të tjerë. Gjithsesi, shohim nëse do të merret në pyetje, pavarësisht se ju e shpjeguar shumë qartë që ai është erpasere në prokurorinë e posaçme për shkak të veprimeve që bëhen për çështje të tjera për cilat ai akuzohet. Ndërkohë, unë do të ndalesha pak edhe tek çështja tjetër që lidhet me SPAK-un, që ka pushuar hetimet për ish-kreun e KPP-s, flasim për Zyrin. Çfarë dim? Mocionin e live është interesuar pranë prokurorisë posaçme, përgjigja marrë nga prokurori i çështjes, zoti Elvin Goga, është se po, kam depozituar një kërkesë në gjykatën e posaçme ndaj ish-pjesëtarit të administratës publike dhe kreut të komisionit prokurimit publik, zotit Jonait Myzyri, për pushimin e një akuze nga disa të cilat janë të hapura dhe po hetohen, jo vetëm ndaj tij, por e disa pjesëtarëve të tjerë, pasi sipas prokurorit ka rezultuar mbërritja e një prove nga gjykata administrative për të pamundsuar vijimin e gjykimit për një akuzë siç është ajo e favorizimit në tendera, për ta shpjeguar më thjesht, nëse ka fituar tenderin kompania A dhe është ankimuar kompania B sepse kompania A është favorizuar në tendera, pikërisht ky proces thot SPAK aktualisht ndodhet në gjykatën administrative dhe është një çështje administrative që duhet zgjidhet, para çka do ta vendosë gjykata administrative, nuk mund vijojmë hetimin dhe gjykimin penal, pasi akuza e favorizimit në tender është pikërisht se kujt i takonte tenderi në të vërtetë dhe kush i kishte dokumentat në rregull, që është një proces administrativ. Por nga ana tjetër ka sqaruar SPAK për Mocionin Live se hetimet vijojnë për të tjera dyshime, siç është ajo e korrupsionit aktive pasiv, pastrimit parave, shpërdorimit detyrës, pra nuk kemi një pushim
total të hetimeve, por gjithsesi do të kuptojmë se si do të vendosë gjykata e posaçme, pasi në këtë kërkesë të bërë nga SPAK, gjykata ka tagrin për ta pushuar gjithë procedimin, ka tagrin mos ta pranojë këtë kërkesë për pushimin e procedimit për një nga disa akuzat që dyshohet zoti Myzyri dhe të tjerë të proceduar penalisht, ose të kërkoj hetime shtesë duke i dhënë kohë SPAK, por gjithsesi është një rast jo fort i shpesht, ka ndodhur thuajse asnjëherë deri në këto momente ku një çështje është dërguar në gjykim, është vlerësuar nga gjyqtarë hetime paraprake, ka kaluar për gjykim dhe për gjatë gjykimit kërkohet nga SPAK, bëhet një hap pas ku kërkohet pushimi i procedimit, por në këtë rast SPAK thotë vetëm për një akuzë. Gjithsesi, kjo ishte akuza zyrtare deri në këto momente, akuzat e tjera SPAK thotë se po i heton dhe kur të ketë prova do t'i drejtohet sërish gjykatës për marrjen e tij të pandehur. Pra, ne nuk kemi modele të ngjashme të hetimeve për mënyrën se si është trajtuar rasti? Jo, modelet të ngjashme të hetimeve kemi plot, nuk kemi modelet ngjashme të një kërkese për pushim të procedimit penal teksa ndodhet në gjykim. Shpeshherë palët e kërkojnë, por nga ana tjetër Rasti Beqaj nuk ishte i njëjtë? Thuajse shumë pak e kanë arritur. Rasti Beqaj e ka kërkuar, por nuk është SPAK ai që e ka kërkuar pushimin. SPAK kërkoi shtimin e akuzave tek zoti Beqaj dhe ishte gjykata ajo e cila më pas reflektoi. Por në këtë rast është SPAK ai që e kërkon pushimin e procedimit apo gjykimit të nisur tashmë. E kuptoj. Ndërkohë, Myzyri nga ana tjetër ka të drejtë që të jetë pjesë e konkurimeve, skemës së rikthimit në detyrë, konkurseve, si funksionon? Ndaj tij vjen të jetë masa e pezullimit, gjithsesi nëse ai arrin të marrë këtë mbyllje të procedimit penal dhe pra çkosa nuk ka një vendim të formës prerë të dënimit të tij, jo për zotin Myzyri, por për çdo shtetas shqiptar, është krejt e ligjshme të konkurrojë në çdo garë ose në çdo le të themi ngritje në karrierë apo çdo njoftim punësimi që mund të ketë qoftë administrata publike apo qoftë edhe administrata private. Zoti Myzyri edhe sot e kësaj dite askush ligjërisht nuk mund ta pengojë dot për të ushtruar një funksion, pasi ai nuk ka një vendim penal të formës prerë sipas legjislacionit shqiptar edhe për të bërë deputet është ose politikan me një mandat, me një status, nuk është ndaluar nëse ti nuk ke një vendim penal të formës prerë. Po, Arsen, do më lejosh të rikthej një çështjen e call centerave, po do ta rikthej tek një rast i marrjes peng në Tiranë dhe dhunën një magazin në Durrës. Tashmë këtu kemi dy në pranga, një në kërkim, ata që më bën përshtypje kjo që ata janë hequr sikur janë agent të byros kombëtare të hetimit. Çfarë diti për këtë rast? Kjo është një prej pretendimeve të biznesmenit, të njohur si ndërtues Florian Sula, por nga ana tjetër edhe pjesë e biznesit të call centerave. Rezulton të paktën se kemi, ndoshta mund të jenë vlezër, por gjithsesi kjo ende është e pa konfirmuar. Janë tre persona me mbiemrin Neza, ata të cilët janë përfshirë në një pengmarrje. Janë paraqitur si oficerët e byros kombëtare të hetimit, i kanë kërkuar një shumë parash, e kanë marrë nga kryeqyteti, nga zona e 21 dhjetorit apo i Shparku për ta dërguar në Xhavzota, aty ku është mbajtur për orë të tëra, edhe ndaj tij është ushtruar dhunë fizike, ndoshta një borxh i pashlyerë, ndoshta një marrje parave në kundrejt santazhit dhe dhunës, por tashmë operacioni Hijet ka konkluduar në arrestimin e dy shtetasve dhe shpalljen e një të treti në kërkim. Bëhet fjalë të paktën deri në këto momente për shtetasit, do t'ju kërkosha ndjes vetëm një sekond për të risjellë edhe emrat e tyre. Biznesmeni marrpeng është Florian Sula nga qyteti i Lushnjës apo nga Divjaka, ndërsa janë shtetasit me mbiemrin Neza, ata të cilët janë të dyshuar. I kanë kërkuar edhe para, nga 1 milion euro, 500.000 euro. Bëhet fjalë për Hysen Nezën dhe Kevin Nezën, personat e arrestuar dhe mos gaboj Jurgen Neza i shpallur në kërkim. Kanë kërkuar para, nuk dihet nëse janë dhënë apo jo këto para, por si prova materiale, policia në kuadër të operacionit Hijet ka mundur të gjejë ato mjete
por e telefonat celular, çka sipas burimeve fakton komunikimin intensiv, por ende është e pashpjegueshme se si personat me mbiemrin Neza 2 të arrestuar një shpallur në kërkim kanë shkuar tek biznesmeni Florian Sula. Ndoshta i ka dërguar një person apo një grup kriminal ende në hetim apo kanë qenë pasqyrë marrë para. Qartë. Arsen, se do duhet të të përshëndes edhe për shkak të kapricove që bën sinjali her pas here, kështu që faleminderit.